Министерот за животна средина Мухамед Хоџа соопшти дека продолжуваат инвестициите за подобрување на управувањето со отпадот и борбата против загадувањето на воздухот. Според него веќе се обезбедени механизација и комунална опрема за општините, а паралелно се подготвуваат постапките за изградба на регионални центри за управување со отпад. Tashmë është siguruar dhe dorëzuar pajisja e rëndësishme për komunat, mekanizim dhe pajisje komunale. Paralelisht, përgatitet dokumentacioni për thirrjet për ndërtimin e qendrave rajonale në Rusino dhe në Novaci, ndërsa në Sveti Nikole veç është në fund dhe pritet të fillojë ndërtimi i së njëjtës. Njëkohësisht bëhet përgatitja edhe për shpalljen e dokumentacionit lidhur me furnizimin sa i përket stacioneve të ngarkimit. Хоџа истакна дека една од најважните мерки за намалување на загадувањето на воздухот е новиот закон за контрола на индустриските емисии. Тој рече дека законот ќе стапи во сила во септември 2027 година и дека Министерството веќе започнало со подготовките за негово навремено и ефикасно спроведување. Një nga hapat kyç në luftën kundër ndotjes së ajrit është miratimi i ligjit të ri për kontrollin e emisioneve industriale, me cilin vendosen standarde më të repta dhe përgjegjësi më e madhe në sektorin industrial. Ligji hyn në fuqi në vitin 2027 përkatësisht në muajin shtator, ndërsa në ndërkohë po punojmë intensifikisht si ministri për krijimin e kushteve për zbatimin e tij me kohë dhe efikas. Хоџа додаде дека во изминатите 2 години се започнати 300 инфраструктурни проекти.